Hetimet për zjarrin në pallatin 10 katësh në kryeqytet nuk janë fokusuar vetëm në zbardhjen e shkakut të zjarrit dhe të përcaktimit të dëmeve, por hetimi është thelluar, pasi grupi hetimor po punon për të zbuluar nëse janë përmbushur standardet e sigurisë nga ndërtuesi i pallatit. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për News 24 se do të merren në pyetje nga policia ndërtuesi i pallatit Tanush Mohillaj, i firmës TBM Construction dhe inxhinieri. Ndërtuesi dhe inxhinieri do të pyeten rreth ndërtimit të pallatit, pasi nuk kishin përmbushur kushtet teknike të sigurisë dhe materiali që është përdorur për ndërtimin e fasadës nuk përmbush standardet e sigurisë në rast të zjarri. Pallati 10 katësh i përfunduar në vitin 2021 nga biznesmeni vlonjat Tanush Mohillaj nuk ishte një sistem funksional për mbrojtje ndaj zjarrit. Sipas banorëve, her pas here ka pasur probleme me energjinë pasi binte automati. Sipas tyre, ndërtuesi ende nuk ka ardhur të kontaktojë me ta për t'i dhënë sqarime se çfarë do të ndodhë me banesat e tyre. Zjarri u përhap me shpejtësi të frikshme prej një materiali të djegshëm që është përdorur nga ndërtuesi në fasadën e pallatit, e cila sipas ekspertëve ka përzierje me nën produkte të naftës që kanë favorizuar flakët. Grupet e ekspertëve dhe policia vjojnë punën për përcaktimin e shkakut të zjarrit si dhe vlerësimin e dëmeve, por po hetojnë me detaje edhe mënyrën se si është ndërtuar pallati dhe ai plotësonte kushtet e sigurisë. Gjithashtu, inxhinierët po vlerësojnë edhe strukturën e pallatit, pasi prej më shumë se 3 orësh disa nga katet ishin nën flak dhe mund të ketë dëmtuar kolonat e pallatit, çka mund ta bëjë që të mos plotësoj kushtet e sigurisë inxhinierike dhe del jashtë funksionit për të qenë i banueshëm. Nga ekspertiza paraprake, dyshohet se shkak i rënjes së zjarrit është bërë një shkëndijë elektrike. 2 ditë pas zjarrit, pallati vazhdon të mbetet i rrethuar nga një perimetër sigurie. Banorët nuk u lejuan të afrohen për shkak të rrezikut.